Ekspansioni i teknologjisë në Kinë dhe vendeve para të saj. Mos harrojmë që para të Kinës janë një grup vende që janë me nismën një brezme rrugë apo nisma të tjera rajonale, të cilat Kina tashmë po i tregon dukshëm që do të kthehet në një rol hegemonist, madje të jetë edhe më lart se janë Shtetet e Bashkuara. Ajo çfarë ndodh me fenomenin është që nisma që tashmë janë të përbashkëta për vendet, si nisma e gjelbër për sa i përket dekarbonizimit, të cilat janë nismat që prekin një erë të vjetër industriale për të hyrë në një erë të re teknologjike. Karakterizojnë të dy vendet. Natyrisht që kanë objektiva të qarta që përputhen dhe bashkëpunimi midis Europës kryesisht dhe Kinës, natyrisht që mund të prodhojë zinxhir të rinj teknologjik, pasi gjithë pjesa që prishet një statu quo të caktuar e networkut duhet ndërtuar një herë dhe nga ana tjetër një të reja. Dhe pikërisht duke u forcuar bashkëpunimin që në këto momente krijojnë një rol të rëndësishëm për të zënë pjesën e tyre në ekonominë e re apo në atë çfarë ne po presim që të hyjë.